Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Ministri e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kumbaro nga Vlora, ka theksuar rëndësinë e mbrojtjes dhe zhvillimit të destinacioneve turistike, duke ndihmuar ruajtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore. Ajo ka përmendur projektet e fundit që synojnë përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe promovimin e turizmit të qëndrueshëm, duke e bërë Shqipërinë më tërheqëse për turistët. Këshilli Bashkiak prej 21 antarësh në Bashkinë e Fineqit ka përfaqësues nga disa shtresa të shoqërisë, gjithsesi ka vend për përmirësim të situatës duke promovuar mendimin e kualifikuar. Shoqata kulturore Dervi organizoi mbrëm në Dervician të Dropullit një aktivitet kushtuar festës kombëtare të Greqisë. Gjithashtu në aktivitet interpretuan grupe artistike nga Janina dhe Korfuzi. Përmeti njihet për destinacionet e shumta turistike, çka e bën të mundur zhvillimin e turizmit në 365 ditë të vitit, ndërkaq stina e pranverës konsiderohet si periudhe përshtatshme për zhvillimin e udhëtimeve në natyrë. Operatorët turistik shprehen se ka një rritje të interesit të vizitorëve vendas dhe të huaj që eksplorojnë mrekullitë natyrore të zonës së Përmetit. Ju njohim tani më gjerësisht. Ministre e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro nga Vlora ka theksuar rëndësinë e mbrojtjes dhe zhvillimit të destinacioneve turistike, duke ndihmuar në ruajtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore. Ajo ka përmendur projektet e fundit që synojnë përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe promovimin e turizmit të qëndrueshëm, duke e bërë Shqipërinë më tërheqëse për turistët. Nga Vlora, Ministri e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro së bashku me kryeministrin Edi Rama po zhvillojnë një takim me turoperatorët dhe kryetarët e bashkive bregdetare për përgatitjet e sezonit turistik veror 2025. Ministria Kumbaro theksoi se plani i masave është gati dhe këtë vit do të jenë në funksion 973 stacione publike plazhi. 973 stacione plazhi publike këtë vit. Si asnjëherë tjetër më parë. Bashkuar kjo me rregullin që në çdo 1 kilometër vi bregdetare, atje ku është e mundur, 300 metra janë publike. Edhe kjo është prapë njërisi. Por, për të mos qenë vetëm në anën e interesit publik, sepse praktikisht biznesi në fushën e turizmit është motori, është shpatulla e fortë mbi të cilën mbështetet sektori i turizmit, i kemi dhënë prioritet bizneseve të cilët kanë bërë investime të mëdha, investime të qëndrueshme, investime afatgjata që kanë të bëjnë kryesisht me strukturat akomoduese serioze. Prandaj prioriteti është dhënë subjekteve që janë pajisur me struktura akomoduese, hoteleri dhe kategori të tjera, duke ju akorduar numrin e çadrave, çezllongëve, 2 fishin e dhomave që kanë. Nuk ka qenë proces i lehtë, edhe sepse ishte rregull i ri. Në një bashkëpunim shumë të ngushtë me kryetarët e bashkive dhe me ekipet bashkiake, kemi qenë pothuajse në komunikim të përjavshëm dhe ka qenë edhe ky takim kërkesë e kryetarëve të bashkive për të mbledhur gjithë bashkë, po edhe për të shkëmbyer përvojat bashkë me prezencën e disa prej përfaqësuesve të hotelerisë nga Bregdeti, nga Saranda, Vlora, Himara, Durrësi e kështu me radhë. Biznesi kryesor është turizmi qëndrueshëm, ndërsa plazhi mbetet një aksesor që krijon eksperjenca për turistët. Plani masave është gati, task forca është ngritur, tha Ministria Kumbaro. Biznesi kryesor është turizmi i qëndrueshëm. Edhe në respekt të investimeve shumë të mëdha serioze që po bëhen në Bregdet, kur bëhet fjalë për strukturat akomoduese. Dhe plazhi është thjesht një vlerë shtuar, një aksesor për të krijuar aktivitete të shtuara për turistët. Në këtë kuptim, plani i masave është gati tashmë për sezonin veror, task forca e plazhit që përbëhet nga agjencitë më të rëndësishme në vend, që nga transporti, shëndetësia, ushqimi e me radhë është ngritur dhe po përgatitemi për një sezon që parashikohet të jetë më i lartë se çdo sezon tjetër. Në mbyllje, Kumbaro nënvizoi se ndryshimet ligjore rrisin përgjegjësinë e bashkive për menaxhimin e hapësirave publike me fokus te pastërtia dhe masat e sigurisë.
Këshilli Bashkiak prej 21 antarësh në Bashkinë e Finikit ka përfaqësues nga disa shtresa të shoqërisë. Gjithsesi ka vend për përmirësim të situatës, duke promovuar mendimin e kualifikuar. Parlamenti vendor në Bashkinë e Finikit i zhvillon mbledhje të zakonshme në një frymë konstruktive, ku përkatësia partjake i lë vendin interesit publik. 21 antarë të Këshillit përfaqësojnë disa shtresa të shoqërisë me moshë, profesion dhe gjini të ndryshme. Sekretari i Këshillit zoti Grigor Zafiri, duke folur për televizionin publik, bën radiografinë e këtij organi legjislativ. Në bazë të ligjit për pushtetin vendor të 139 numër 139/2015, Këshilli Bashkiak përbëhet nga 21 antarë, sipas numrit të popullsisë që ka, i cili përbëhet nga disa janë 11 meshkuj edhe 10 janë femra. Mosha mesatare është diku te 55 me 57 vjeç, ndërsa si moshë të re janë vetëm 3 këshilltare që janë femra dhe ato që janë nën moshën 35 vjeç. Për sa i përket përfaqësimit të shtresave të shoqërisë, për sa i përket përfaqësimit të shtresave, pothuajse pjesa më e madhe janë fermer, të cilët merren me bujqësinë. Ka dhe biznesmen, ka dhe një pjesë janë të punonjës të administratës shtetërore që janë zgjedhur. Kjo është përbërja pothuajse Këshillit Bashkiak. Megjithatë, ndryshimi i ligjit dhe zgjedhja e antarëve të Këshillit me lista të hapura, sipas zotit Zafiri, do të rrisë prezencën e mendimit të kualifikuar në këtë organ. Vetë partitë politike, përderisa kanë reformuar ose kanë krijuar një kod zgjedhor të tillë, është shumë e vështirë që të ndryshojë kjo situatë. Do të sugjeronit listat e hapura për zgjedhjen e antarëve të Këshillit? Listat e hapura është zgjidhja më e mirë që do bëj jo vetëm për zgjedhjet vendore, por për zgjedhjet e përgjithshme. Kjo njësi vendore ka një popullsi me rreth 39.000 banor, ku vetëm 1/3 e saj banon aktualisht në vendlindje. Shoqata kulturore Dervi organizoi mbrëmjen e djeshme në Dervician të Dropullit, një aktivitet kushtuar festës kombëtare të Greqisë. Gjithashtu, në aktivitet interpretuan edhe grupe artistike nga Janina dhe Korfuzi. 204 vjetori i fillimit të revolucionit grek kundër pushtuesve otoman më 25 mars 1821, përkon me festën kombëtare të Greqisë. Pikërisht në Pallatin e Kulturës së Dervicianit fillon rituali i aktiviteteve të shumta në zonën e minoritetit etnik grek, kushtuar fillimit të revolucionit të 25 marsit 1821. Kryetaria e shoqatës Dervi zonja Konstanto Ksera Baruta, në fjalën e përshëndetjes ju referuar rëndësisë historike të revolucionit grek, si dhe falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen. Ndërsa kryetari i fshatit zoti Filip Boboli shprehet se banorët e Dervicianit janë krenar për të përvjetor historik të cilin e nderojnë me këtë aktivitet artistik. Në çdo vit festohet kjo fest ka rëndësi të madhe për neve, edhe ne jemi këtu për të shprehur edhe neve atë gëzimin që kemi për atë festën që kemi. Prandaj edhe kryeplagësia dhe shoqata, prandaj veprojnë në këtë mënyrë për këtë aktivitet. Përveç organizatorëve, për të pranishmit interpretuan grupi i valleve popullore të Bashkisë Janinës, si dhe kori i këngëve të Korfuzit. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. E pritëm me kënaqësi ftesën e organizatorëve për të marrë pjesë në aktivitetin që i kushtohet festës kombëtare të Greqisë. Derviciani dhe Dropulli na pëlqejnë shumë dhe na bëri përshtypje mikpritja dhe bujaria e banorëve vendas. Είμαστε ιδιωτέρως χαρούμενοι καθώς εκπροσωπούμε το χορευτικό του Δήμου Ινιτών σήμερα. Përfaqësues të trupit diplomatik të Greqisë në Gjirokastër ishin të pranishëm në këtë aktivitet, i cili vazhdoi deri në orët e vona të mbrëmjes, duke krijuar një atmosferë mbreslënëse. Përmeti njihet për destinacionet e shumta turistike, çka e bën të mundur zhvillimin e turizmit në 365 ditë të vitit, ndërkaq stina e pranverës konsiderohet si periudhë e përshtatshme për zhvillimin e udhëtimeve në natyrë, ndërsa operatorët turistik shprehen se ka një rritje të interesit të vizitorëve vendase të huaj që eksplorojnë mrekullitë natyrore të zonës së Përmetit. Stina e pranverës konsiderohet si periudha më e përshtatshme për zhvillimin e udhëtimeve në natyrë dhe Përmeti me peizazhet e tij të mrekullueshme natyrore ofron mundësi të shumta për turizmin malor. Disa nga destinacionet më të preferuara janë Mali i Dhëmbelit, në Moçka, Postenani dhe Banjat e Bënjës. Koha më e mirë tani është për turizmin malor. Kam filluar përgatitjet, tashmë Përmeti ka një
turizm 12 mujosh, sigurisht turizm më maksimal vinë në muajin mars. Ne kemi filluar përgatitje që nga janari, duke përmirësuar kushtet e shërbimit, duke shtuar edhe aksesin ose pajisjet që janë të nevojshme për bërjen e turizmit në gjithë përmetin dhe të Kërcyrës. Sigurisht tashmë këto vitet e fundit, sigurisht edhe me shpalljen e parkut kombëtar të Lumit Vjosa, kemi pasur interesim të madh si nga turistat individual, por edhe nga agjencitë ndryshme vendase dhe të huaja që janë të interesuar për të ardhur në luginën tonë, për të shijuar bukurinë natyrore, gastronominë. Për të ardhur në ndihmë vendasve dhe vizitorëve, Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka mundësuar vendosjen e tabelave orientuese. Në përgjithësi nëpërmjet ka mungesat të tabelave orientuese, por sigurisht ke shtigje me GPS, ke dhe tabelet dhe shtigje të sinjalizuara. Për sa i përket edhe kanjonit me që folëm më para, Fondi i Zhvillimit po vendos edhe disa tabela orientuese për kanjonin dhe për gjithë zonën përreth ujëve termale të Bajnës. Ndërkaq, operatorët e turizmit këshillojnë shoqërimin e vizitorëve me guida të kualifikuara ose banor të zonës, të cilët e njohin mirë terrenin dhe mund të sigurojnë një udhëtim të sigurt dhe të këndshëm. Arshilengo është një fshat që vazhdon të ruaj traditat bujqësore dhe blektorale. Janë kryesisht moshat e treta ato që merren me këto lloj aktivitetesh, pasi pjesa më e madhe e të rinjve janë larguar drejt emigrimit. Banorët shprehen se shpresa më e madhe për rikthimin e të rinjve dhe zhvillimin e zonës mbetet agroturizmi. Fshati Arshilengo është një fshat i vogël i cili ndodhet vetëm 4 kilometër larg qytetit të Gjirokastrës. Ky fshat është krijuar rreth 70 vite më parë nga banor të ardhur nga zona të tjera të qarkut, duke formuar një komunitet të ngushtë me një histori interesante. Aktualisht në fshatin Arshilengo banojnë rreth 150 banor, të cilët kryesisht merren me bujqësi dhe blegtori, duke kontribuar në ruajtjen e një mënyre jetese tradicionale. Këtu banor tani kanë ngelu vetëm pensionistët. Ne sa fuqi do kemi të punojmë. Ky është vendi perimeve. Po kush i prodhoi perimet ta? Duan punë. Ai di ka sipërfaqe të konsiderueshme. Ka pa llogaritsa ka. Do të thënë të tërë kanë bërë lajthi, por i kanë bërë po tregti jam ngon. Ndodhen rreth 150 banor, po fuqia e kraut punës ka ikur. Të rinjt e ka mohabetin. Janë larguar. Shpresa është të kthehet të sugjerohet puna e shtetit. Po s'patë punë, robi të punoj, të marrë të ardhura, nëse të jetoj tu. Fshati Arshilengo nuk e ka shpëtuar sfidave të kohës, largimit të moshës së re drejt emigrimit. Jam pensionist, kam dalë gjë 2017 edhe do punoj sa të kem frymën se tani fëmijët kanë ikur. Unë sa kam mundësi do punoj. Ja merrem me këtë gjën e gjallë. Kam rreth 65 krerë, krijojmë 2 të ardhura, marrim pak pension 170.000, groja 140.000. Po bëre qave. Një nga shpresat më të mëdha për zhvillimin e zonës është agroturizmi, pasi Arshilengo ka potenciale të mëdha për këtë sektor, fal bukurive natyrore, traditës dhe kulturës që ofron, duke mundësuar që fshati të zhvillohet dhe të tërheqë turist. Mbrëmja e së shtunës në Gjirokastër u mbush me tingujt e muzikës klasike italiane. Trio Italiano di Anche me instrumentët Roberto D'Urbano, Stefania Mercuri dhe Ernesto Giglio, të cilët sollën një performancë të veçantë për artdashësit, duke u pritur me duartrokitje nga publiku. Atmosfere veçantë muzikore në Gjirokastër, ku Festival Alba solli tingujt e muzikës instrumentale italiane. Në mbrëmjen e së shtunës në skenën e qytetit të gurtë, grupi Trio Italiano di Anche interpretoi për publikun pjesë të njohura të muzikës klasike. Instrumentistët Roberto D'Urbano në klarinet, Stefania Mercuri në obo dhe Ernesto Giglio në fagot u pritën me duartrokitje të shumta nga të pranishmit. Che vede collaborare il nostro
Është eksperienca ime e parë në Gjirokastër. Unë ndjeva shumë e mirëpritur nga publiku. Është diçka pozitive të jetë ky lloj bashkëpunimi mes dy vendeve. Shpresoj ta vazhdojmë edhe në të ardhmen. Formazione con un programma diverso. Very fantastic. Organizimi ishte fantastik. Për mua është era e parë që vi në Gjirokastër. Një qytet shumë i bukur dhe kam shumë dëshirë të vi përsëri e të luaj muzikë për ju. Il paese, la città. Qui a Gjirokastër. Nuk ishim ardhur më parë në Gjirokastër. Kishim dëgjuar që ishte një qytet i vogël dhe shumë i bukur. Dhe ashtu na rezultoi. Në fakt do rikthehem përsëri këtu, pasi dhe teatri më pëlqeu shumë. Culturale di questa realtà. Aktivitetet të tilla të sjella nga artistë italianë janë kthyer tashmë në një pjesë të rëndësishme të jetës kulturore në Gjirokastër. Gjitha këto aktivitete janë pjesë e vëmendjes që kanë institucionet italiane për sa i përket bashkëpunimit me Shqipërinë dhe në veçantë me Gjirokastrën, që prej vitesh aktivitetet kanë qenë të shumta. Kjo fundjavë ka sjell një sër aktivitetesh kulturore në qytet, duke i dhënë gjallëri dhe më shumë mundësi ardashësve të krijojnë evente të veçanta. Në Gjirokastër, festa e karnavaleve solli një atmosferë festimi në sheshin Çerçistopulli. Fëmijët, të shoqëruar nga prindrit dhe turistët e huaj, u bën pjesë e kësaj feste plot ngjyra, lojra dhe muzikë, duke sjell buzëqeshje dhe momente gëzimi për të veçlit. Sheshi Çerçistopulli në Gjirokastër u mbush këtë të diel me ngjyra, muzikë dhe të qeshura. Fëmijë të shumtë morën pjesë në festën e karnavaleve, ku animatorët, pikturimi i fytyrës dhe lojrat argëtuese krijuan një atmosferë plot gëzim. Po festoj karnavalet. Si është atmosfera e krijuar? Shumë e bukur. Argëtoj shumë? Po. Si je sot këto? Për festivalin. Po festo karnavalet? Po. Është bukur? Po. Bukur të festosh karnavalet? Po. I ke festuar dhe herë të tjera? Po. Gjithkohë është angazhuar me aktivitete, lojra të ndryshme, face painting në fytyrë patjetër. Pra janë gjatë gjithkohës angazhuar me lojra edukative dhe gjithëpërfshirëse. Në këtë fest nuk munguan as turistët e huaj që vizitojnë qytetin, të cilët bashkë me fëmijët e tyre shijuan atmosferën dhe u bën pjesë e lojrave dhe aktiviteteve. Është bukur në Shqipëri. Kemi ardhur në Gjirokastër, do të qëndrojmë 3 ditë dhe po kënaqemi shumë nga festa e karnavaleve. Sidomos fëmijët e mi po argëtohen tej mase, madje morën pjesë edhe tek lojrat që po organizohen këtu. Kërcyen, po luajnë me fëmijët e tjerë që janë këtu vendas. Dhe pak më vonë do të bëjnë edhe piktura. U argëtova shumë këtu, kërceva dhe luajta bashkë me fëmijët e tjerë. Jam i gëzuar që pata mundësinë të marr pjesë në këtë festë të bukur. Gjirokastra vazhdon të mbetet një qytet mikpritës që ditë ofroj argëtime kujtime të bukura për vendasit dhe vizitorët. Të nderuar shikues, ishit në minutat e ditarit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë, miru takofshim.